erdhëm pra natyrshëm tek ajo që është vërtet pike dobët e natyrës suaj, pra erdhëm te kënga me cilën ju jeni rritur. Nertila, a mbani mend kur keni filluar të këndoni? Kjo është e vështirë, këtë se mbaj mend, sepse kam qenë shumë e vogël kur kam filluar të këndoja. Unë ndoshta nga natyra ime që e vogël kam dashur shumë të jem në qendër të vëmendjes, si duket, të njerëzve. Edhe nuk kisha fare problem kur më thoshte mami, Nertila këndoj një këngë, pa problem fare, unë kudo të isha, këndoja këngë dhe jo këngë, po këngë mas këngë, do thoja. Aq sa më thoshte më tani mjaft. E kam pas ka lindur me mua kënga, pasioni për këngën. Gjithë jetën, gjithë karrierën time ja detyroj prindërve të mi, motrës time të dashur. Kush të pëlqente më tepër gjatë kësaj periudhe, cilët këngëtar dëgjohej më shumë, kë kishe idhuj te tu? Për fat keq, kur isha unë e vogël, ishim shumë të izoluar dhe nuk dëgjonim shumë këngë të jashtë Shqipërisë huaj, domethënë. Por padyshim këngëtarja jon Vaçezela, e madhja. Vaçezela ishte idhulli im. Dhe kisha fatin e madh që mami im kishte miqësi me Vaçezelën dhe kështu idhullin tim e kam ndjerë shumë afër, kam qenë shumë pranë saj në disa raste. Por ato kam patur idhullin tim. Thatë që jeni diplomuar për aktore, diçka për këtë përvojë? Teatri është një pasion imi, absolutisht, sepse e zgjodha me shumë dashuri dhe me shumë ju përkushtova, por për fat të keq kohërat ndryshuan shumë shpejt për mua. Unë bëra pak filma në kohën që isha studente, dhe bile do thaj kisha jashtëzakonisht shumë kërkesa dhe mund të zgjidhja. Vetëm për këtë pendohem, domethënë që nuk kam bërë më shumë në atë kohë që kisha shumë mundësi, por asnjë, jo vetëm unë, pas njës besoj se ka parashikuar që rrjedha e jetës sonë do të ishte e tillë. Kështu që pasioni për teatrin është shumë i madh. Unë ruaj vetëm kujtimet e shkollës, edhe ato pak filma që kam bërë. Por janë kujtime jashtëzakonisht bukura për mua dhe janë thellë në zemrën time që nuk i shqit dot asnjëri. Vetëm dëshira ime është që kur të kem mundësi dhe kur të jetë e mundur të realizoj ndonjë film. Kujtime të bukura, të pashlyeshme në mendjen tuaj janë edhe këngët që ke kënduar në festivalin e këngës në radio televizion. Keni bërë përshtypje të veçantë për hirin tuaj, për mënyrën se si këndonin, për zërin e veçantë, për të gjitha. Si jeni ndjerë, të lutem, kur këndonit në skenë? Një privilegj më. Ishte, si fillim ishte e pa konceptueshme, thoja si ka mundësi shumë herë, bile në herën e parë fare më kujtohet Alçi Kareco, ishte kënga e interpretuesve që bëi në fillim të verës, diku nga maj qershor, edhe atëherë ishte hera parë që unë këndova në një festival kaq të rëndësishme, domethënë që u angazhova me radio televizionin shqiptar. Ishte një ëndër e vërtet, por që dhe kjo realizua në sajt mamas time. Pse? Sepse unë nuk e dija fare që do të bëj një audicion për të marrë këngëtar të rinj në radio. Mama ime e kishte dëgjuar edhe më tha, Nertila, kështu urgjent, çfarë këngë ke më mirë të shkosh të paraqitesh. Unë pak po jo e friksuar, në fakt. Nuk mendoja që do të arria unë. Mami, unë në lice, ati këndon Vaçi, ati këndon Gaço Çako, etj. Tha, është për artistë të rinj, kështu është tamam vendi jot. Me kënguljen e mamit Vajta. Më harroj kur ka qenë Spartak Tili, që ishte udhëheqës artistik i radio, i gjithë festivaleve, po. Edhe të gjithë dirigjentët, Ferdinand Deda, Eno Koço, të gjithë që ishin të angazhuar me festivalet e atyre kohëve. Drejtori i radio televizionit ishte një juri jashtëzakonisht tronditse për mua. Më thanë, çfarë do këndosh? Këndova një këngë që kisha përgatitur. Si ju duket? Shumë bukur. Më pranuan. Ishte e pabesueshme. Po ka që trumur Vajta në provën e parë. Ishte Alçi Kareco dhe tha, vajzë, do këndosh ndonjë gjë? Po mirë, thashëm, kam zgjedhur këtë.
bëri vetëm pjesën e parë, luajti pjesën e parë në piano me mua dhe unë këndova. I diti që ke zë të bukur. Më tha, sa harroj asnjëherë, ishte një kompliment shumë i madh për mua. Unë isha shumë e re dhe Alqi Karecun e shija ashtu siç ishte një artist i madh. Do më thënë kjo ishte një mbres e jashtëzakonshme për mua. Pastaj koha rodhi, unë mbas 6 muaj po eksakt kështu ishte, qershor edhe pastaj dhjetor, ishte festivali i madh i radio televizionit. E aty fitova çmim parë me Gzim Çelën, me këngën e Vladimir Kotanit dhe Arben Dukës. Erdhe tek ci. Tani mungon Gzimi. Me dritë në sy, asnjë fjalë s'fole unë, zemra thana ai shumë. Kjo është kënga ime e parë. Unë nuk e kisha ndërruar, do thoya që të karriera ime do të merrte këtë rrugë, sepse ishte shumë e bukur, të ishte e vërtet. Por isha në kohën e dur, në vendin e dur. Edhe ishte një fat i madh. Në cilë qytet jetoni në Suedi? Jetojmë në Göteborg. Me sa di unë nuk ka shumë shqiptar, po me ato pak shqiptar që kemi lidhje shumë të ngushta dhe i përshëndes. Nuk e di ndonjë rast do jetë që ato ta shohin këtë intervistë që unë po japi, i përshëndes dhe i përqafoj, i dua shumë, i respektoj shumë. Ku punoni në Suedi? Unë jam mësuese e ciklitullët, pra merrem me fëmijë dhe është e bukur sepse unë nuk e dija që kisha këtë pasion për fëmijët. Unë kam fëmijë vetë dhe i dua siç i do çdo nën fëmijët e saj. Pa dyshim me shpirt i përkushtohem edhe besoj që bëj një punë shumë të mirë me to, por të rrisësh fëmijët e tjerëve nuk e dija se kisha ti edukosh më mirë, se këtë rol kemi t'i edukojmë. Fëmijët e tjerë nuk e dija se kisha këtë dhunti brenda meje, por profesioni që unë mendova do t'ishte interesant, më jep jashtëzakonisht. Fëmijët të duan pa kushte. Profesioni im i dytë që zgjodha, ose le të themi tretë, se ishte kënga, pastaj drama dhe tani kjo është i treti, janë zgjedhje perfekte për mua. Vini shpesh në Shqipëri? Vim, çdo verë, vim absolutisht. Është një karikim për ne. Absolutisht, e domosdoshme është. Unë njeriu bën, njeriu përshtatet sigurisht. Ndofta dhe unë do kisha bërë, nëse do kisha mundësi, por them është e domosdoshme për mua, po mbi të gjithë për fëmijët e mi. Dua shumë sepse ato janë rritur tër, jetën e tyre kanë kaluar jashtë dhe jam e detyruar si mama shqiptare t'i sjell fëmijët për vit që jo vetëm për gjuhën, po për të takojnë njerëzit e tyre, sepse ne si shqiptar të gjithë e din, jam e bindur që të gjithë kemi qenë aq të lidhur me njëri tjetrin, edhe kështu dua të jemi akoma, edhe dua këtë ta transmetoj te vajzat e mia patjetër. Është shumë e domosdoshme. Por nuk e bëj këtë vetëm për vajzat, e bëj edhe për vete. Ne nuk kemi mundësi që të vazhdojmë më tutje. Them nuk e vazhdojmë më tutje dimrin që na vjen e kështu me radhë, derisa të vi vera tjetër, sepse ajo është mundësia jonë më e madhe që kur kemi pushimet e verës të shkëputemi nga vendi ku jemi. Vajzat shkollën, ne punën, kështu që ky është momenti më i bukur që vim, dhe më i favorshëm, më i përshtatshëm për ne. Kur unë vi e shoh Shqipërinë me sytë e mi, me sytë e dashurisë që kam për Shqipërinë, nuk ka rëndësi sa e bukur është Shqipëria. Unë e njoh Shqipërinë më keq, tani më mirë. E rëndësishme për mua është ky vend, kështu si është, i bukur, jo i bukur, me tëmetat që ka plot pa dyshim, aq më tepër që ne vim që andej e shohim se si duhet funksionoj më mirë, por hapat më shumë, më të mëdha i dua të shoh për Shqipërinë, të shkojmë më përpara, por që ka ecur, absolutisht ka ecur dhe më vjen aq mirë që po ecën pozitivisht. Nertila, me që kjo intervistë është enkas për shqiptarët që jetojnë në Kanada, si do të drejtoheshit atyre të lutem? Personale. Është kur më tha të bëja këtë intervistë dhe për çfarë ishte intervista, me siguri dhe ju jeni më në dieni se sa unë, që unë e pranova me shumë kënaqësi, sepse të shohësh një intervistë në shqip dhe nga një njerëz që shumë prej teleshikuesve na ndjekin tani,
një njeri që e kanë ndjekur në atë kohë, e kanë parë, kam qenë e pranishme në shumë evenimente artistike, është kënaqësi. Unë shpresoj shumë që me dëshirën më të madhe që po jap intervistën juve, me këtë dëshirë ta shihni edhe juve. Ju përshëndes të gjithëve. Edhe mallin që keni për Shqipërinë e ndaj me juve sepse kaq të madhe kam dhe unë.